E kapi kurvën mat me tjetrin në krevat. Edhe përzu. Edhe thonë që e kese kap me fisin e vetë, për përzu. Edhe kurva filloi dhe shpërndau fjallën që më përsu budale se s'dijet boje byrek me pras. U habit gjithë Mileti, gjithë Farafisi, gjithë shoqënia, fillun edhe talën bile me burrin e saj. Për ata erdhi keq. I morën krahun e saj, se nuk thaja që më kapi matë. E bile me fisin e vetë në krevat. Po tha që më përzu se s'dija me bo byrek me pras. A përzehet gruja? Se s'di me bo byrek me pras? Këtë bo tjetërsimi. Këtë bon mjeshtria e spostimit vëmendjes nga gjonet kryesore, nga thelbi, nga arsye, nga shkaku. Pra, e kapi mat. E kapi kurvën mat me tjetrin krevat dhe përzu. Për këtë gjë. Po nuk dashti të rëgoj botës për arsyet e veta që e kapa mat. Ndoshta se pat respekt për familjen dhe Farafisin e saj. Ndoshta s'dashti jap llogari tjerëve. Ndoshta se nxirrte pesliqet edhe të Farafisit vetë, se kishte qenë fjala vjet shumë i xhait, shumë i tezës, shumë i hallës, një shok i afërt, e ku do di unë, është puna e tij. Po ai e kapi kurvën mat me tjetrin kravat dhe përzu. Ajo tha, më përzuni se s'dija me bo byrek me pras. A lehet gruja se s'di me bo byrek me pras? I madhe i vogël. Kushdo që i njifte të dy, i morën krahun e saj, edhe bonet e për budal. Kjo vlezër e modra, është ajo që më frikson me këtë protest. Edhe me këtë kal gërdall Edi Ramën, se po e tjetërson protestën. Me marifet liqet e veta dhe me paftësit e organizatorëve të protestës, që ta thonë pastër e qartë, çfarë kërkojnë, çfarë i revolton ata, pse duan ta përzojnë qeverinë. Mos ta lejmë për puplat e lelekëve, se nisja i me lelekët, tha janë këta që duan lelekët, do tallë me lelekët, e pa që Evropa e merr seriozisht problemin e mjedisit. U mundu thota, unë i kuptoj lelekët gjithë, bravo i qoftë lelekët, bon protestën të mirë, po këto tjerët edhe prap fillan e përtallet, po prap me tjerët që po bëjnë protest për lelekët. I tallë që po bëjnë për lelekët, për puplut e lelekëve. Thot pastaj që jo, nuk janë për lelekët, janë lloj soje sarallopi. Lelekët ishin fillim, edhe që protesta e mirë, shiko si kurva dredhët për dredhët. Edhe pastaj prap thot, këto bëjnë protestën për lelekët. Edhe, si që nisu Betista kjo punë, kanë frikë se protesta do metat një gjo koti, një gjo qesharake, sa i është në gjendje të manipuloj edhe opinionin ndërkombëtar, po edhe mediat në Shqipëri, ta thot këta protest lelekësh, kaq është problemi, edhe protestuesit nuk janë qendje të artikulojnë, që këto janë, është ajo, plasëritjet e digës, por ishte lumi, që qau digën, jo plasëritja, që është përtheu digën. Plasëritjet kishin plas, po mos ishte lumi, atje që ishte fry liqeni që a diga është që e zenët e bankina, që shi keni thonë ju, shumica nuk e tinta, se terminologjia ndryshon.
Edhe jo vetëm fjala ndryshon me kalimin e kohës, por përdorimi i fjalës ndryshon. Edhe ju për shembull të rritë të rejat që jetoni nëpër fshatra, që jetoni nëpër male, që jetoni bregut lumit dhe nuk e dini çka është bankina apo dika, ngaherë nuk mund t'i kuptoni, është si fjala ime që theme përzu gruan se kapi mat. Kjo ndoshta akoma dhe sot mund të kuptohet e mund të përdoret, por përdorimi i gjuhës ka ato etapet e veta dhe ndryshon. Për shembull, në kohët e lashta, para 100 vjetëve, para se të lindi unë, kohët lashta, për jetën e Samiut, për universin e Samiut, ndarja e gruas me burrin përshkruhej me fjalën përzon, e kishte përzon. Por sot nuk mund të thush se përzon për shembull në qoftës së një çift. Djali nga Tropoja, vajza nga Korça, janë njoftë në Prishtinë, i kanë bletë të dy një shtëpi në Prishtinë, punojnë në Prishtinë, edhe ndahen, kush përzon kënd? Prona është të dyve. E kanë bletë të dy. Ndoshta nuk nuk shkojnë më me njëri tjetrin për një arsye tjetër, për kush përzon kënd. Fjala përsa s'ka më kuptim. Atëherë kishte kuptim pse? Se jetonte 60 veta një familje në një shtëpi. Prona ajo shtëpi nuk ishte ase burrit e kësaj femrës, ase kësaj femrës, madje ndoshta ase babës e nanës tyre, për e gjithë familjes, gjithë farafisit, xhaxhallaret, gjitha, kështu që në qoftë se ndahesh, patjetër që përzihesh nga ajo shtëpi. Shiko pra, terminologjia ndryshon, jo vetëm fjala ndryshon me kalimin e kohës, gju e gjurit, për shembull i ka thonë Q përpara, G-ja, pastaj është bo G, kjo G-ja. Jo vetëm fjala ndryshon me kalimin e kohës, por edhe fjala e pandryshueshme ka tjetër kuptim, edhe fenomenet e ndryshme përshkruhen apo thuhen me tjetër fjalë, u ndan, thuhet sot. Ishin ishin divorcu. Po jo kishte person kush ka. Në qoftë se për shembull çifti jeton në Tiranë, edhe vajza është nga Struga, edhe burri është nga Mitrovica, jetojnë në Tiranë, askush nuk përzem tjetrin. Pronën e ndan gjyqi pastaj se kujt e takon, ose mvaret në kush e ka pas bazë të prenuptial agreement, marrëveshjes paramartësore, duke thënë shqip. Por e kishin fjalën protesta. Kam frikë se protestën po e bon Edi Rama me meritatliqet e veta, edhe po e bon protesta me paftësitë e veta, që të dali se u përzu gruaja për birekun që zite me bo birek me pras, kur në fakt ishte u përzu se e kapi me tjetrin matë në krevat. Ne nuk jemi ngrit i madhe i vogël, se jemi ngrit gjithë, si ata që janë shesh, që janë zemra e kombit, si ne që jemi të shpërndamë dhe përkrahim protestën. Jemi ngrit gjithë, të majtë të djallë. Se kështu është populli jonë, shumë pak janë pa parti. Ne jemi të majtë të djallë, jemi ngrit të gjithë kundër këtij korrupsioni, kundër këtyre vjedhjeve masive kriminele. Jo se nuk mbrojtën mjedisin e bën nesër, po pronën që na vodhin neve, po pronët e tonët falsifikume, që ja vodhen shtetit edhe dalin pronar privat. Pra ja morin shtetit, pronët e ushtrisë apo pronët publike, pronët e shtetit, mirë ato që na i vjedhin neve. Ja merr Kasemit që ka pas den baba den, familja e tij deri sa mund të kujtojmë ne deri në kohë të Skënderbeut, fjalë në bazë të dokumenteve turqe, ja vjell, se s'është i zoti Kasemi të ndjek, s'ka miq në qeveri, s'ka burra me, si ishte njeriu me top, që t'ja fus me top, vile sensuel,
nga larg të këtij kriminalit. Nuk ka, ja merr. Po nuk po flasim për këta. Po flasim për pronët shtetërore, pronët publike, që u dalin mënyra korruptive me dokumentet falsifikuar pronar të ligjshëm, pra pronës së shtetit i dil nga një pronar privat. Kjo vlezër e motra është, edhe pronari privat shkollë pasaj ja fal atyre gjoja, po nuk është vetëm ata, se një kanë falë këta Trumpit e një falin ati tjetër, unë është që kanë mërë gjithë këto pronët, morin 90, një gjoja ja falin atyre dhe që mentojnë veten. Ne jemi kundër vjedhjes së pronave tona, ne jemi kundër krimit, ne jemi kundër çdo gjoje që është ndesh me interesat tona kombëtare nga këto kriminal. Si më e lejoni një idiot ta kthej këtë, janë e përzone grunë se po më përzone se s'di të bëj bërekon me pras, e ndrona i mjedisin. Okej, doni ju, nuk e bën zvërnet se bën pak më tutje, ose e bëjnë të shqia të aqë të bukur sa që të ketë dhe liqene aty mrapa për pelikanë dhe qenë këto. Pse më në kapëni me këta? Është koha të ngrihet me forcë, jemi kundër këtij klani kriminal që po vjedh pronët e tona, janë pronët të falsifikume. Si mundet një pronë të shtetit apo një pronë publike të dalë Sami Gjoka pronar? O është pronë shteti, o deri nonën, o është pronari, nga doli pronari. Si ndel mund këtë shkurve dhe thot, Salsani është pronë shteti. Ku pënë nonës dhe atëherë dil ka një pronar? Me pronën e shtetit, ku pënë nonës u bo pronari? Leni më këto pralla, o lekat e talët e i bëreku me pras, tralalat. Jo po del tjetri, po unë kam qef, më falni për shpehen, ti jem bëth, nuk mle Edi Rama, i jetë mbëth për vetën e vetë, mër idiot, kthejeni mërë protestën të ashtë si shdo të ktheje. Unë isha dakord në fillim, që mos lejoni partit politike, por sheshi nuk është i protestuesve, sheshi i Tiranës është i gjithëve. Sa ko që partit politike, ata që kanë që thoi, jetë po leja, si po ti loyalty, bindje, ku të dio, të majta djathë, kështu të tjenë gjithë ata që dalin. Sa ko që të dalin kundër këti korupcioni, kundër këti krimi, let vjerë dhe klyshi i Sali Berishës shkelzeni, apo se ka ajo tjetra, sikur të vinë fush, pranoni, sa ko që nuk e kthejnë Edi Rama ik, e s'përmendet Berisha. Ne na duhet revolucion, ne na duhet forcë, ne na duhet jo shkëndijet leleku apo zvërneci, apo paketa malëve na duhen gjithë kërësisht vjedhja e pronëve, falsifikimi i tapive, falsifikimi krimi i pronës shtetit dalje një privati, ka pënë nonës del një pronar privat mi pronën publike. Kush për në nonës e polli, kush e bonit mundme, duke fillu që nga to të dikastereve që hedhin firman e deri nga ta që japin urdhë lartë të krama. Këtyre u dashtu nana më vlesër, e motra dhe duhet të jemi kundër këti krimi, sidomos kundër këti parlamentit të flisht, të dy paleve, të PD-s dhe PS-s që nxjerrin ligje për vjedhjen e luginëve maleve. Edhe çfarë, se ju nuk e shikoni me kujdes, po bohësh diskutimi me ndrimin e ligjit të tokëve bujqësore, gjoja e quajnë për mbrojtjen e tokëve bujqësore, tjetërsimin për ta bota kthyer nga tokë bujqësore në tokë industriale, për shembull ta vjedhin edhe të bëjnë një hidrocentral në një lumë e zem, në mes të zenit që kalon në për një tokë pjellore. Edhe dalin këto të ashti, në demokratët që kundërshtojnë, po ku din në grën tokën, me gjona teknike që do me tjetër, nuk dalin që ky ligj është për të vjedhë dhe ato pak toka bujqësore,
jo vetëm t'ja vjedhim, t'ja të tërsojmë, po t'ja shesim prap oligarkëve që bojnë hidrocentrale. Por në vend që merren me këta, e kalojnë edhe këto kurvët e PD-s. Po ku dim ne që ja dika do çmente edhe çementja, do bazament dhe bazamenti e prish dheun, e gryn humusin, gjana teknike. Pra, bojnë sikur kundërshtojnë se janë të gjithë. Më falni për shprehjen, thoshte Dyson im, rrjesin gjithë në një poç. Kështu janë këto qene për qeni, por vlezër e motra, mos e lejoni, lutem, protestën, ta ktheje Edi Rama, se po murrejnë mu se s'di me Bobi Rekun me pras. Kur Edi Rama ne kemi zonë mat, me kriminal liqet e ti, me pis liqet e ti, që merë tokën shqiptarëve, që merë tokën shtetit, tokë private, tokë publike, që nëzirë pronar falso, edhe jo vetëm i vjedhin për vete, po jo falin edhe kujt do pënone që egzistane për botë, që gjoja mund të sigurohet të mbroj, sa mi gjoka ju përshtet.